Jemi në Mitrovicën e Veriut pasi dje kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, pra KECE, ka njoftuar se kontraktuesi i saj, kompania serbe Elektroserveri, ka filluar të vendosë njësorët e mençur të energjisë elektrike në komunat veriore me shumicë serbe. Por si rezultati kujt erdhi kjo? Shumica e qytetarëve të Veriut të Kosovës për vite të tëra shpenzuan energji elektrike pa paguar as edhe një cent nga xhepi i tyre. Për shkak të marrëveshjeve ndërkombëtare, Kosova nuk mundi t'u ndalojë atyre furnizimin me energji elektrike, ndaj edhe bara për pagesën e faturave binte mbi institucionet e Republikës së Kosovës. Vetëm në vitin 2022 janë ndarë 40 milion euro për t'i paguar këto fatura. Edhe pse në vitin 2013, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, dy shtetet arritën një marrëveshje për energji elektrike, mirë po ajo asnjëherë nuk u zbatua. Në 21 qershor të vitit të kaluar u nënshtrua urrëpyetje për zbatimin e kësaj marrëveshje, në cilën i mundsoi kompanisë shtetërore serbe Elektroserveri që të furnizojë me rrymë Mitrovicën e Veriut, Zvečanin, Zubin Potokun dhe Reposavicin, e ku infrastrukturën do ta përdorte atë të KECE. Sipas Kostit, nga 1 janar i këtij viti, në këto 4 komuna ka filluar të regjistrohet energjia elektrike e shpenzuar. Marrëveshja ka paraparë që faturimi brenda 3 muajve të parë të këtij viti të bëhet paushall, pra për vetëm 21 euro në muaj.